Si mori fund kjo fjalë, tërë zjarri kryepeshkopit të Durrësit, Skënderbeu, ja filloi mbledhjesh dhe i shtroi çështjen për një shqyrtim të gjatë dhe të kujdesur. Më në fund, dyshën mendimet kryesore dhe njëkohësisht të kundërta që dolën. Njëri që do mos bëjë luftë me të, sepse nga kjo ata kishin përfitime shumë të mëdha çdo ditë. Dhe me të vërtetë, gjithë popullsitë, qytetet dhe shtetet e Skënderbeut ishin pasuruar dhe kjo mbarësi po shtohej tepër e më tepër nga dita në ditë. Përveç kësaj, pothuaj gjithë plashkën që barbari kishte mbyrë nga viset e Skënderbeut, ja kish kthyer atij të plot. Shumë ndryshëm u shfaq mendimi i dytë. Prijesit otoman duhej shpallur me çdo kusht luftë dhe nuk i duhej qëndruar në asnjë mënyrë në besë, të cilën ai si ja kish mbajtur kur njeriu, veçanërisht të krishterin, sidomos kur vetë ja shkeli i pari paqen Skënderbeut dhe ja mori në përkëmb të drejtat e beslidhjes. Dhe nuk duhej t'i zinin besë tiranit apo zotimeve të tij, sepse ai po dhelte Skënderbeun me dhelpëri, nga që e dëgjonte se ishin përbetuar kundër tij gjithë mbretërit dhe tërë princerit e fesë së krishterë, dhe se kishin për të rënë së shpejti mbi të armët nga gjithë bota e krishterë. Për shkak të kësaj frike, ai zotoi se do ta ruante paqen me Skënderbeun. Përndryshe, as paqen nuk do ta kish ruajtur, as plashkën nuk do ta kish kthyer. Prandaj nuk duhej nguruar as pak, por duhej ndezur pa frikë, në guxim, në zemër, luftra kundër armikut të fesë, së përbashkët, shpëtimi së cilës duhej preferuar edhe para së miras dhe shpëtimit vetjak. Sidomos kur kundër tij ishte përbetuar vetë Papa Pius bashkë me gjithë fuqitë të krishterëve. Ky mendim, si më me favor të fesë dhe më bindës, derisa i pëlqeu vetë Skënderbeut dhe pjesës më të madhe të të parëve, të krerëve dhe të kapedanëve, u pranua si në të mirë të përgjithshme. Dhe në dobi të përbashkët dhe u vendos se duhej ndezur lufta kundër Mehmetit dhe se duheshin rrëmbyer armët për mbrojtjen e Republikës së Krishterë. Veç kësaj, quhej gjë e ndeshme dhe e shenjtë të bashkoheshin me Papën, me këmbësit e Zotit dhe me gjithë aleancën e të krishterëve. Pastaj, i duhej bindur edhe vetë kryepeshkopit të Durrësit, këshilltarit dhe porositësit e të cilit duheshin mbajtur si urdhra, sepse ndaj këtij, si njeri me virtyte të shenjta e autoritet në jetë, Skënderbeu kishte besim të madh dhe çdo gjë që e bënte sipas këshillave të tij. Ky, sipas një zakoni mbretëror që dronte nga hera pranë Skënderbeut, prej këtij ai kishte mësuar gjithë veprat dhe historinë e grekërve dhe të latinëve. Këtë kapedanët dhe ushtarët e Skënderbeut e donin shumë e s'u dilte nga zemra. Pasi u vendos luftra kundër otomanit, u dha urdhër që të thjeshin e të mblidheshin kudo ushtar, që komandantët dhe kapedanët e kampit, pasi ta gatnitnin e pajisnin ushtrinë, të shpejtonin për të ndodhur në vend. Pas kësaj, ushtarët Skënderbegas, sidomos ata që ishin në kufi si roje, u lëshuan me vrull e hov të madh kundër viseve turke. Plaçkitën e morën prej tyre një plaçk shumë të madhe. Ata morën qande 60.000 qe, 80.000 kokë bakti, 3.000 pela bashkë me mëzat e tyre, të cilët ishin, si thonë, nga tufa dhe kopeja e vetë prijesit Mehmet. Duke hyrë në viset më të brendshme të barbarëve, dhe duke rënuar gjithçka me hekur e zjarr, ata s'lan pemë në këmbë, s'lan gjë frutore në fushë, dhe mbollën kudo një frikë të merë shumë të madhe. Kur i mori vesh këto të gjitha, Mehmeti u ndese u gjindos nga inati kundër Skënderbeut. Por pas pak pastaj, pasi e shtrurdhosi ballin dhe e mbyti pikëllimin e vet, onë se tha me fytyrë mjaft të qeshur: "Qa ngëto Skënderbeu, për mua që kam në dorë sundimin e lindjes dhe të perëndimit." Në anën tjetër, i rëmbyer nga ideja e shpagimit, u betua kundër tij për ta rënuar dhe shkatruar.
Por me që e hante dyshimi, tani marmët e forcat ushtarake të krishterëve ishin ngritur në këmbë dhe po marshonin kundër tij. Mendoi trembur gjerë në palce, ta shtinte në dorë Skënderbejt e dhela, dhe ta bënte për vete dhe dhelpëritë e veta otomane. Tani po zgjente kudo fjala se Papa Piu, pasi kish mbledhur nga çdo anë forcat dhe kish bashkuar në një ushtri të gjithë të krishterët, ishte për të dalë së shpejti kundër otomanit, se ai, pasi të kalonte më parë në Epir dhe në Arbëri, pas një ceremonie fetare në qytetin e Durrësit. Pa lënë gjallin kryepeshkopin, siç e përmendëm më lart, dhe po këtij qyteti do ta ngrinte në kulmin e hierarkisë kishërtare dhe do ta nderonte me gradën e dytë pas kryevalltarit, më të parë, dhe pontifikonte supreme. Grada që tani e quajnë kardinalat, ndërsa Skënderbej do ta shpallte mbret të arbërëve dhe të epiriotëve dhe do ta bënte gjithashtu komandant të përgjithshëm të të gjithë forcave të ushtrisë së krishterë kundër Mehmetit. Prandaj, ndër barbarët po zgjidhej kudo fjala se po të dilte në një fushat të tillë të krishterët kundër Mehmetit, Skënderbeu, fitoria padyshim që do të duhej kishënojit të krishterit, ndërsa për shtetin dhe fuqinë e otomanit, të gjithë ta ulin e pohonin se do të thyej e do të bënte dëshpërim. Kaq e madhe ishte dritma, kaq e madhe ishte lemeria që i kishte zënë nga emri i Skënderbeut. Kaq i lemerishëm, kaq i themëruar ishte për turqit e emri i tij. Prandaj Mehmeti po mendoi me tërë zotësinë, zgjuarsinë, dhelpërinë e vet që ta tërhiqte Skënderbein pas vetes dhe të merrej përsëri vesh me të për ta siguruar paqen me besë që do të binin nga të dy anët. Ai edhe i shkroi një letër të tillë. Mehmeti, emër Sultan, sundimtar i linjës dhe i perëndimit, i dërgon shumë të fala Skënderbeut, princit të arbërëve dhe të epiriotëve. Besën dhe ndershmërinë tënde, o princ fort bujar Skënderbeu, unë e kam admiruar gjithmonë. Për këtë arsye, pikërisht mua nuk mu besua që ti, princ shpirt madh e fisnik, ti shkelje aq lehtë dhe pa menduar besën e paqen që pati prej kohe me mua. Në të vërtet ti, si shmar vesh, pasi kalove me një fuqi shumë të madhe në tokat e mia, more që andej me vete një plashk me të vërtet fort të madhe, duke shkretuar gjithçka me zjarr e hekur. Unë e kam jetuar dhe e di me siguri, e shkaku i kësaj ngjarjeje kanë qenë Venedikasit, me këshillat dhe porositë të cilëve ju shtyve që ta bëje këtë. Ja nise luftës kundër meje, ju bëre shkeles i beslidhjes dhe dhunonjës i së drejtës së kombeve. I gabuar sigurisht nga dhelet, nga dredhit dhe dhelpërit e tyre. Prandaj unë, duke patur parasysh më tepër shkakun e turpit se sa vetë turpin, mendoj se ty duhet të ngjitet një faj vogël, ose më mirë as një faj. Përkundrazi, i fajun u adhehet atyre, cilët kanë qenë për mua gjithmonë armiqe kundërshtar. Po që rëndësi kanë këto për mua, Skënderbej? Të panumura dhe shumë të mëdha janë zotrimet e mia. Mos pandeve se i sjell ndonjë humbje të rëndë shtetit ton me plashkitjet që po bën pa pikë turpi, si ndonjë hajdut më fort se sa si armik në viset tona dhe me rëmbinimin e baktive. Përkundrazi, unë as që e quaj këtë për dëm, por vazhdo jepi. Rasti të duket kështu e drejtë, sepse unë miqësinë dhe dashurinë tënde i quaj më dhe shtrenjtë se çdo gjë tjetër që kam të shtrenjtë. Unë siç e di, të kam dashur gjithmonë me një mënyrë të veçantë, dhe të kam rrethuar nga hera me një farë dashurie të rrallë, dhe sa herë që sjell ndërmend atë moshën tonë të njomës dhe shoqërinë tonë, ku jetonim së bashku, në Sarajat e Timeti, në Adrianopol, nuk është sigurisht e mundur që të mos ndjej se e kam për detyrë të të nderoj. Prandaj o Skënderbeu, unë kërkoj prej teje edhe më tepër e të këshilloj që ne, duke përtëritur kushtet e mëparshme të paqes sonë, ta lidhim atë përsëri dhe ta forcojmë me besë
sepse po ta kishim siguruar që më parë, me besë, ti nuk do të kishe lejuar më asnjë mënyrë që të prishesh nga Venedikasit apo të bëje në grackën prej tyre. Për këtë arsye, është nevoja tani që ne ta sigurojmë përsëri dhe ta forcojmë për jetë beslidhjen dhe paqen ndërmjet nesh, me besë të shenjtë nga të dy anët. Nëse do ta bësh këtë, si shpresoj, dhe do të më dëgjosh mua, padyshim, ti do të mbetërosh përgjithmonë bashkë me pasardhësit e tu, dhe do i kish të pacënuar gjithë gjërat e tua. Përndryshe, beso mua, do të vendohesh shumë shpejt. Ti i di tani më fuqitë e mia dhe mendohu mirë, a mund t'u bësh ballë me sukses. As mbretërit fshinjet e tu, as Venedikasit, mashtronjës, nuk do të mundin të shpëtojnë nga dora dhe tërbimi im. A nuk e sheh se të gjithë grekërit po thua janë zhdukur, se perandori i trapezunit, shtrëzuar nga froni, prej nesh, se princët e Darshian dhe Tribal janë rënuar, se ilirikët janë shpartaluar dhe se mbretërit e gjithë Azis dhe mbretërit e princët të tjerë janë vënë në zgjedhjen e nënsundimit. Dëgjoje pra o Skënderbej këshillën time, qëndroj zotimeve, sepse për Herkulin s'ke për të gabuar. Për këtë punë ne kemi ngarkuar Mustafan, shërbëtorin dhe lajmëpruesin ton, i cili po vjen tek ti. Ati ti zësh besë pa asnjë dyshim. Qofsh shëndosh. Nga Konstantinopoja, qyteti ynë mbretëror, 7 maj 1463, pas lindjes së Krishtit. Pasi e mori dhe mbaroi të lexoi këtë letër Skënderbeu, i u përgjigj Mehmetit. Aleati i Krishtit Gjergj Kastrioti, ndryshe Skënderbeu, princi i Arbërve dhe i Epiriotëve, dërgon shumë të fala Mehmetit, prijesit të shkëlqyer të turqëve. I po u çudike, o prijes Mehmet, që ushtarët e mi, pas hyrën siç thua, kundër beslidhjes në tokat e tua, duke shkelur kushtet e paqes sonë, morën që andej një plaçk shumë të madh. Shkaktar për këtë, i sjell Venedikasit, cilët i quan armiqt e tu, më të tërbuar, dhe shton se ato gjëra pak të prekin ty, si prijes shumë i fuqishëm që je dhe që për shkak të dashurisë fort të madhe ndaj meje, i duron të gjitha pa u turbulluar, dhe madje, me që unë e bëra këtë i gabuar nga këshillat e të tjerëve, mi fal të gjitha, mjafton që ta siguroj me besë dhe ta lidh me po ato